Vijojnë goditjet e një pasnjëshme kundër krimeve ndaj pronës vihen në pranë nga një shtetas dhe shpallen në kërkim 2 bashkautor të dyshuar për 3 vjedhje banesash dhe 1 automjet në fshatin Fitore. Në vijim të punës për zbardhjen e vjedhjeve të ndodhura më herët dhe fal veprimeve të mirë organizuara hetimore të shërbimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë, u bi mundur dokumentimi i 3 rasteve të vjedhjes në fshatin Fitore në Vosel, ndalimi me iniciativë i njërit prej autorëve të dyshuar, si dhe shpalljen kërkim e 2 të tjerëve. Konkretisht, është ndaluar një 31 vjeçar, ndërsa u shpallën në kërkim 2 shtetas të tjerë, 30 dhe 28 vjeç banues në fshatin Fitore. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas në orët e para të mëngjesit të datës 17/3/2025 kanë vjedhur në 2 banesa të shtetasve që aktualisht jetojnë jashtë vendit, si dhe në banesën e një shtetasi tjetër, nga ku kanë marrë edhe një automjet të markës Land Rover, i cili është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, si dhe për dokumentimin e rasteve të tjera ku këta shtetas dyshohet se janë autor. Materialet i kaluan tashmë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme hetimore.